Okej. Ne nuk I ndajemi sheshit, apo ja? Këtu do të qëndrojmë. Ne sër më shumë! Ne sër më shumë! Lajmi I ditës sot Ne sër më shumë! është bërë pikërisht ajo që lidhet me kërkesën e Serbisë për të hapur një konsullat në qytetin e Shkodrës. Ky lajm në fakt pati edhe reagime nga institucionet tona, siç është Ministria e Jashtme, e cila nuk e ndau mishin nga peshku nëse është rënë dakord apo jo me shtetin serb për të hapur një konsullat pikërisht në qytetin e Shkodrës. Ndërtimi apo ngritja e një konsullate në një qytet do të thotë ngritja e një flamuri të një kombësie të caktuar. Por në fakt pyetja që ne ngrem është: kujt I intereson dhe çfarë roli ka një konsullat në një qytet të caktuar të Shqipërisë? Aq më tepër një e Serbisë. Në fakt, mediat serbe sot kanë deklaruar që ka qenë dhe kanë rënë në një dakordsi me ministrin e jashtëm shqiptar për të hapur një konsullat në qytetin e Shkodrës. Me sa informacione ne morëm, dim që një konsullat ka detyra administrative. E para duhet ketë një popullsi me shtetësinë e caktuar, pra një popullsi serbe në qytetin e Shkodrës, për cilën ndërtohet një konsullat e cila I shërben këtij komuniteti. Nuk dim cili është numri I shtetasve serb që jetojnë në Shkodër. Por, duke pyetur dhe hulumtuar në lidhje me hapjen e një konsullate të caktuar në një qytet, ne mësuam që interesat kalojnë përtej kombësisë, përtej komunitetit dhe përtej administratës. Shërbimet sekrete. Ato mund të jenë një arsye për të cilën një konsullat mund të hapet në një qytet të caktuar. Duke ulëmtuar dhe duke kërkuar në internet, mësuam që në vitin 1901 në Vlorë është hapur konsullata e parë italiane. Dhe e dini kush ishte kurioziteti? Që në qytetin e Vlorës nuk ka patur asnjë shtetas italian.